Gazetari Eni Ferrati komenton ekstradimin e dytë kërkuarve nga prokuroria e posaçme këtë të mërkur nga Dubai, vëllait Nureddin Dumani dhe Shnor Dumani dhe njërit nga personat e akuzuar për pastrimin e parave të vëllezërve Çopja. Gazetari thotë se tashmë Emiratet e Bashkuara Arabe kanë hapur traun e ekstradimeve dhe tani kontingjenti i gjerë i shqiptarëve që ndodhet atje, edhe që ka akuza edhe më të rënda është në momente alarmi pasi ekziston rreziku që të pësojnë të njëjtin fat duke u ekstraduar drejt Shqipërisë. Ai thotë se ata po marrin masa për t'u larguar nga Dubai dhe jep një version që mund të shpërngulen edhe në Rusi. Shenjat e para, duke pasur parasysh kontingjentin e gjerë që kemi atje, ndoshta jemi në kushtet që Emiratet kanë hapur traun. Janë gjetur ura komunikimi mes dy vendeve, ndoshta interesat e bashkëpunimit ndërqeveritar me koordinim të Interpolit dhe po i sjellin një nga një. Dubai ka rënë si stre e sigurt dhe un kam informacione se disa kanë filluar të marrin masa dhe do ikin nga Dubai. Nuk e di ku do gjejnë vend tjetër, por mund të shkojnë në Rusi për të gjetur një aleancë ndoshta me Putinin. Janë të Çopja është zbatuar procedura e mirëfillt e ekstradimit. Ne kemi thënë që me sa duket tashmë Emiratet e Bashkuara Arabe nuk janë më një stre e sigurt, nisur nga këto precedent, por edhe nga ndalimet që janë bërë më herët ndaj disa personazhve që janë atje. Për shembull Durim Bami, një emër i cili nuk rrezikon shumë në Shqipëri, paktën me këto akuza që ka deri tani, vetëm sigurim, kushtesh dhe mjete materiale për vrasje. Është ndaluar atje dhe mbajtur për një periudhë kohore, por janë personazh që mund të kërkohen nga SPAK apo autoritetet sepse mund të kenë mundësi të zbardhin shumë ngjarje në Shqipëri, thot gazetari.